Të gjithë e keni në obor, por nuk e keni ditur që kjo lule nuk lë sëmundje pa shëruar. Nëse keni lëkur tepër të thatë për shkak të ftohtit sërish, mëllaga mund të lehtësojë shenjat. Mëllaga ka efekte antiinflamatore, qetësuese, zbutëse, ekspektorante në saj të substancave të tjera. Kjo lule është e njohur kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, kollën, sekrecionet, skuqet e bajameve dhe liron hundët apo hap bronket. Në përgjithësi ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës, edhe ato të sistemit tretës, përveç fytit dhe zgavrës së gojës. Çaji me mëllag është një ilaç i suksesshëm kundër gastritit, ezofagut dhe vështirësitë në procesin e tretjes. Çajin e mëllagës e gjejmë shpesh të pranishëm në çajin e mbrëmjes. Me superfuqive të mëllagës nuk mund të mohojnë, veti qetësuese dhe relaksuese.